Ka kaluar një vit që kur ikona e muzikës shqiptare Parashivi Simaku shokoi opinionin publik me pamjet e saj në një televizion amerikan. Në atë intervista ajo prezantua me emrin Nolfe dhe tregoi betejën e përditshme për mbijetesë në rrugë, një imazh që preku zemrat e shqiptarëve kudo. Viti 2025 solli ndryshime pozitive për të. Parashiviu u ribashkua me djalin Lukën dhe gjeti strehim në Manhattan, fal një biznesmen i kosovar. Por pati sërish pasiguri për sa i përket jetesës së saj dhe kthimit në realitet për një jetë normale. Për të mos ndodhur kjo, miku i saj Eltoni Liriani ka bërë një premtim të fortë në rrjetet sociale. Të kam shumë gjanë, ti nuk do t'jesh kur në rrugë apo në problem, sepse zotohem që çdo gjë do të financohet nga unë personalisht, qera shtëpie, jetesa jote e përditshme dhe çdo gjë që ti do. Nuk kemi nevojë më për asgjë, sa ndër të tjera i Liriani. Me këtë veprim, Simaku siguron të mos përballet edhe një herë tjetër me atë që përjetojnë, ndonse shqiptarët shprehen gatishmëri dhe u mobilizuan për të. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.